fokusi ynë, thënë të drejtin, nuk është gara mes nesh, mes njëri tjetrit, garën e kemi me oponentët tonë politik. Partia është garë, po besoj që pajtoni me së të shtunën e keni konventën për zgjedhjen e kryetarit, po keni paralajmëruar që e keni vetëm një kandidat. Pse nuk ka garë brenda Partisë Demokratike të Kosovës, pse nuk ka kandidat të tjerë për kryetar? Çka pritni për kësaj konvente? Thënë të drejtën, Partia Demokratike e Kosovës, jo vetëm në udhëheqjen e kryetarit Krasniqi, por edhe më herët me zotin Hoxhaj, me zotin Veseli, me zotin Thaçi, gjithmonë ka funksionuar më shumë si ekip. Dhe zoti Krasniqi në këto 4 vite, prej kurse e ka marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës, e ka fuqizuar këtë paradigmë të Partisë Demokratike të Kosovës. Përqëndrimi ynë nuk është vetëm tek lideri, por edhe tek ekipa. Po besoj që këtë e kemi demonstruar edhe me nominimin e kandidatit për kryeministër, zotit Bedri Hamza, por edhe me mënyrën se si funksionojmë. Zoti Krasniqi është, si themi, kryetari i cili na ka përafruar, na ka bashkuar dhe pa egoizëm dhe pa protagonizëm e ka udhëhequr suksesshëm Partinë Demokratike të Kosovës. Fokusi ynë, thënë të drejtin, nuk është gara mes nesh, mes njëri tjetrit. Ne sigurisht kemi dallime dhe diskutimet në kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës janë shumë gjyshe dhe ka shumë si mendimesh. Mirëpo, garën nuk e shohim me njëri tjetrin, garën e kemi me oponentët tonë politik. Konventa, më shumë se në funksion të zgjedhjes së organeve drejtuese, është në funksion të mobilizimit të strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës për zgjedhjet lokale që na presin. Dhe pritja jonë është që përveç se t'i mbajmë komunat në të cilat kemi udhëhequr suksesshëm. Kryetarët e komunave të Partisë Demokratike të Kosovës kanë qenë kampion. Dhe ky nuk është vetëm vlerësimi ynë, është vlerësim i organizatave të ndryshme, jo qeveritare, të cilat e bëjnë vazhdimisht rangimin e punës së kryetarëve të komunave. Kryetarët tonë kudo kanë qenë kampion, si në transparencë, si në ekzekutim të buxhetit, si në realizim të premtimeve. Pra, ne presim që komunat që i kemi t'i mbajmë, por të shkojmë edhe më tej e të fitojmë edhe në vende tjera. I kam edhe pak pyetje për zgjedhjet lokale, po pak para se me dalë të zgjedhjet lokale, po du me të pyet për 2 kandidatura potenciale për kryetar të PTK-s. E para, po du me ditë pse nuk jeni ju personalisht kandidate për kryetare të Partisë Demokratike të Kosovës, gjithë kryetarët i keni pas burra. Po tutni me pas gra në krye të PTK-s. Unë jam numri 2. Edhe e dyta, po e bashkoj, kandidati për kryeministër, Bedri Hamza, para se me dalë kandidat për kryeministër, publikisht e ka pas kritiku udhëheqjen e Memli Krasniqit, ka pas thonë që ka nevojë për ndryshime, po nuk dol kandidat për kryetar. Pse s'dol kandidat për kryetar? Unë mund të përgjigjem vetëm për veten time. Edhe njerë, unë nuk e mbaj me një deklarim të tillë të zotit Hamza, asnjëherë nuk e kam dëgjuar, hera e parë që po e dëgjoj, po çfarë dua t'ju them është që Partia Demokratike e Kosovës është më e unifikuar, më e bashkuar se asnjëherë më parë. Nuk jemi në garë me njëri tjetrin, jemi në garë me lëvizjen vetëvendosje. Zoti Bedri Hamza ka nderuar Partinë Demokratike të Kosovës, po besoj që e ka nderuar edhe Kosovën me kandidaturën e tij për kryeministër, ka qenë pak krahasimisht kandidati më i mirë në garë, më kompetent, antipodi më i drejt për drejt i arrogancës zotit Kurti, dhe ne gjithë e kemi mbështetur pa asnjë lloj rezerve. Unë jam sekretare e përgjithshme e partisë, jam njeriu i dytë për nga funksioni në strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, dhe thënë të drejtën për ne, për të gjithë. Më i rëndësishëm është projekti politik i Partisë Demokratike të Kosovës se sa pozicionimi individual e personal. Ne funksionojmë si një ekip i bashkuar. Mund të kemi mendime të ndryshme për çështje të ndryshme, po kur merren vendimet, jemi bashkë, jemi një për njëri tjetrin dhe unik.